Ministri i Energjisë për këtë punë. Ka folë që duhet me u rikthy gazi amerikan, domethënë projekti gazit amerikan. Ka folë që duhet me u kthy sepse interes strategjik i joni. Ka folë që duhet me u ndërtu kapacitete të reja gjeneruese. Ka folë po ashtu edhe për një zyre të re, one stop shop të në zyrën e kryeministrit, që thotë që kjo birokraci që po ndodh në energjinë e ripërtërishme, të cilat i përmena pak më, 28 hapa duhen ylli me u marrë. Prandaj nuk ke asnjë kapacitet. Nuk po mund më të ndërtu asnjë kapacitet. Nuk mund ndërtu kapacitet. Po mënyrën sa kemi nevojë, sa ka kërkesa, sa ka dëshirë, për investime nuk po ndërtohen kapacitete. Pra ti ke një apetit me u investu dhe nuk keni qeveri që e pranon atë investim. Mirë po, pra po tëmë, problemi i kësaj qëndron që ne na u kanë shpenzuar 6 vite dhe sot me 7 qershor. Këtu është oferta e dytë. Pra, është oferta e cila thot dy gjëra. E para që do të largojmë të vëshën nga fatura e rrymës, me ullë kostët. Sepse na duhet me ullë atë kostë për qytetarët. Ti nuk mundesh me lënë qytetarët me vazhdu me pagu edhe 3-4 vite më shtrejt. E para dhe e dyta, të merresh me projekte konkrete, qoftë gazin amerikan, qoftë kapacitetet e reja ndërtuese, qoftë thjeshtimin e procedurave për investimin e energjinë ripërtërise. Pra, ti punon në 4 fronte. Një e cila qetëson situatën, 3 tjera të cilat janë investime për ta. Vazhdo. Fol për projekte, po dikon tjetër nuk e kanë votu për projekte. Qysh? Nuk e kanë votu për projekte dikon tjetër.